Sot njësë zbatimi i orarëve të kufizuar të lëvizjes në zonën e Zdrales. Një zonë që faktikisht ka vujt për një trafik të kaotik dhe me probleme patjetër për biznesin, por edhe për qarkullimin e banorëve. Realisht ky investim që sot shifet ka kthy një imazh komplet tjetër të Zdrales, patjetër që ka nevojë për mbështetjen edhe për një zonë me trafik të limituar, në mënyrë që edhe bizneset të kenë frutet e këtij investimit, njerëzit qarkullojnë në mënyrë të lirshëm dhe pa pengesat. Është e nevojshme, sepse në këtë formë, unë mendoj që largimi i makinave nga kjo zonë, në pjesët e pikut, në oraret e pikut, e bën më të aksesshëm prej kamësorëve, prej personave që lëvizin biçikleta, të pas parasysh se në këtë qytet shumë kalohet me biçikleta, ajo trafiku i makinave e ka bërë më të vështirë lëvizjen. Që besoj që njerëzit do të mësohen edhe me këtë formë, edhe besoj do të jetë shumë më e mirë edhe më e pranueshme për të ta. Po mirë është e punë, kur zbatat rregull mirë është e punë. Ma lirë që ma mirë është, por çdo gjatë komandat bazë të ligjit, bazë rregullit. Ma mirë, po dihet se pasërtia e rregulli është. Gjithkund është ma mirë, diskutohet. Ma lirë që mas dralja, mu liru rrugë të mirë është. Për ne është shumë e mirë, mandoj për makinës, shoferat atë adin vetë. Është shumë më mirë, është shumë më mirë. Po shumë mirë se parking, gjithisht, ka të peshuna. Për mu është shumë zgjedhje e mirë.